Bëjmë gati bashkë për të dalë dhe për të vesh fustanin më të ri në garderobën time. Unë sa u lava dhe thava flokët edhe po plas nga vapa, mund të u bëna prapë për dush, por nejse, do vazhdojmë. Me vjen shumë keq se mosh të thy ky kontur nga Too Faced, gati të marru bile se do e riblej. Ka mundësi sekret produktet e make-upit i blejnë domethënë në një vakt kohor të ndryshëm, por marrojnë edhe përfundojnë të gjithë bashkë. Dhe unë nuk dal për ditë diele, por duke qenë se pas nesër është festa e Republikës tonë Itali, shumë evente janë organizuar për sonte dhe thash, why not? Edhe pse nesër jam në punë, po s'ka gjë. Me duhet që të bëj make-upin shpejt e shpejt sepse duhet të mbajja 10 minuta për të rregulluar përsëri flokët se i bëna thjesht me Dyson, por nuk do mbajnë kurrë këto kështu, nuk do mbajnë, është shumë vap. U marrova make-upin, domethënë ky është luku, thjesht e mungojnë buzët. Tani do i tregoj fustanin. Ky është fustani, është nga faqja The Honey Drip dhe në fakt është fustani 2 që marr nga ajo faqja dhe më pëlqen shumë, ka kret kurizin hapt. Më pëlqen shumë kjo detaj me të minat, edhe më pëlqen edhe fakti se është i gjatë edhe për mua se jam e shkurtër. Tani më duket se do marr këtë çantë, por do vesh një palë sandale dhe jam gati.